Mirë se erdhët në këndin tonë të gatimit, kemi nisur punën me receta që zonja Vjoca ka menduar sot për anvisat. Mirëmëngjesi dhe përshëndetje anvisave që na ndjekin. Të gjithë ju që po na ndiqni, ju përshëndesim dhe një muaj të mbar, me që jemi sot në një korrik. Me çfarë nisim ne këtë muajin e mbar? Me bereqet, me kokra. Me kokra, me bereqet, me bizele. Po, me bizele. Bizelet janë në treg, janë të freskëta, nuk janë më si të frigoriferit, nuk është se është sezoni i tyre tani. Po, është sezoni i tyre dhe ne do t'i gatuajmë, marrin një përdorim të gjerë në gatim dhe në kuzhinë, ndaç për sallat, mund të hedhim dhe një dorë bizele kështu të pagatuara. Mund t'i gatuajmë gjell, janë të pasura me proteina, me kripra minerale, bëjnë shumë mirë për të gjithë ata që vuajnë nga zemra, madje quhet sikur nëse ne konsumojmë 100 gram bizele në ditë për një muaj rresht, na ul kolesterolin, na bën shumë mirë. Unë di që janë më të pasura me kalcium se sa fasulet, duke qenë se i përkasin kësaj familjes bishkajore. Po, është e vërtet. Dhe ja kaloj nga një hap përpara fasuleve nëse kemi bërë mbi legumet, mësime të ndryshme këtu në videon tonë. Që është mirë që t'i përdorim dhe ato gjatë festinës së verës, nuk do t'i lëmë bas dore, unë i kujtova madje para pak ditësh. Dje për dje, Këto ditë? është dita sot për të bërë ca fasule. Po, kur binte, ditën e shiut. Edhe në verë do të gjejmë mënyrën dhe kohën, ndaç fasulet, ndaç thjerrzat, dhe ato janë akoma dhe më të pasura me kripra minerale dhe ato çka i duhet trupit njeriut më tepër se fasulet, por bizelet qëndrojmë këtu, me që është sina dhe janë në treg të freskëta, mendova t'i sjell sot një gatim të thjeshtë, një gjell me bizele. Vazhdojnë të djelat, martohen vajzat të reja, dhe të mësojnë të gatuajnë bizelet. Kështu që thash, mund t'i sjellim me mish, mund t'i sjellim pa mish. Unë, si çdo javë që bëj pazarin ke KMY-ja, akoma kam në frigorifer mish dhe thash po, sjell një 300 gram tul viçi dhe jep shije. Por, se ju nuk keni mishin, do të mjaftonte një bustin galina me koncentrat mishi dhe ju do të bënit gjellën njësoj si kur të ta kishit. Jep një aromë dhe shijen e mishit. Pastaj, mund t'i bëjmë si salat, mund t'i bëjmë pa mish, vetëm me një qik pancet, pa qep fare. Mund t'i ka urdisi me një qik pancet, me një qik armoskat, i shkon shumë bizeleve. Mund t'i hedhni pana, pa pana, janë gatimet dhe recetat nga më të ndryshmet. Unë sot do të sjell ato më të thjeshtën që ne shqiptarët zakonisht e kemi konsumuar në shtëpi tonë. Do më një tufë qep të njoma, i kam grirë, jo me bishtat, shumë pak kam lënë, nga pjesa jeshile, do të përdor vaj në ullirit, pra një tufë qep, do të përdor 500 gram bizele, të freskëta, kur them 500 gram, kam marrë qik më shumë, se 500 gram, mbasi lëvozhgat nuk përdoren, 2 domate, 1 domate, në varet se sa e madhe është madhësia e domates, e kam kthyer në pure, një tufë kopër, sigurisht do të hedh pak salcë pelargos, se zvendçon shkëlqyshëm pjesën e domates, dhe nëse juve nuk e keni domate, mund të hedhni çik më shumë salcë pelargos. Por, mund të gatuan edhe pa domate. Thash shijet janë nga më të ndryshmet. Atëherë, unë do të filloj duke vendosur fillimisht mishin me vaj ulliri altis, por në njëri që për momentin nuk e ka edhe me vaj flora, mund t'i gatuaj shkëlqyshëm. Do të filloj me mishin, sa po vaj të ngrohet një qik. Do ka urdis mishin, derisa i të ndroj ngjyrë, do të hedh qepën dhe do t'a trazoj së bashku me mishin derisa qepa të kurret dhe të filloj të zbutet. Nëse anvisat na pyesin shumë, kur ne përdorim mishin në një gatim, mund të përdoret edhe galina? Me shije, mishi ose shije? Po, varet se sa mish, ke pak mish, po patjetër mund të hedhësh edhe një... Qoftë edhe për të zhnusuar kripën, për shembull. Po patjetër, edhe nuk hedh krip. Po, e keni bërë këtë zhndësim disa herë. Po. Unë ma di kam thënë gjithmonë që edhe kur e përdor mishin e pulës, që përdor pjesën e filetos, gjoksit pulës, si që themi në Shqip, unë gjithmonë e përdor galinën, hedh në një bustin, po, më varet se sa litër lëng kam aty. Nëse kam 500 gram, do të hedh një, nëse kam 1 litër, do të hedh 2. Pra një bustin për 500 ml ujë, lëng. Po, lëng. Atëherë lëm mishin, këtu, të filloj të gatuhet, dhe bëjmë gati për bërësit e tjerë. Do të gri koprën,
Ta edhe këtë qepën në një vend tjetër. Me sa po shoh nga përbërësit, kemi një kombinim të mirë të vlerave ushqyese, duke qenë se bizelet kishin vitaminën A, C dhe K, shumë proteina, fibra, fosfor, kalcium. E njëjta do t'jetë edhe për kombinimet me koperin, me qepën, me tomaten. Çdo të thotë jesh nënë e re. Po nisemi nga vlerat ushqimore. Me çupën nuk besoj se nuk i dije këto, ashtu si dhe unë. Jo, edhe kur s'ishim çupë më thoja lexon pak se kemi sot bizele. Mor po flasi lexon kështu që i mban mend mirë fare. Po. Kështu që kështu ka vepruar koha dhe jeta dhe me ne të tjerët. Kështu ka evoluar edhe bizelja se ka patur origjinën nga Azia e Mesme. Ashtu dhe, vazhdo fol. Ashtu ka ardhur pas në Evropë. Dhe sigurisht edhe në Shqipëri, nuk e dim se çfarë viti është mbjellë, është kultivuar, por po. Ju e dini, pranverë deri në fillim të dimrit kultivohet bizelja, e ka sezonin e vet. Pastaj, dhe nëse i përdorim edhe të ngrira, nuk e humbin vlerën ushqimore të tyre. Tani do të hedhim qepën dhe do t'i lëm pak 5 minuta të dyja që qepa të filloj të zbutet. E pas që s'kisha shumë gjëra për të ndihmuar, për të ngrirë ndonjë gjë, se shoh që edhe recetën tjetër e pas ke nisur e pas ke bërë gati. Po i kam bërë gati se në fakt shumë mirë bëre. Në fakt do ta vë dhe këtë në pjesën e parë, se kam diçka tjetër për të realizuar në pjesën tjetër. Kështu që duhet punoj paralelisht. Me që ti ishe ke galina, ma jep një galina, se unë do të përdor shumë pak krip, dhe po i hedh një galina me mishviçi. Me mishviçi. Po. Thash që ne mund ta përdorim dhe kur nuk kemi mish akoma dhe më mirë. Mbasi bizelet janë aq të pasura me vitamina, kripëra, minerale, sa që nuk është e domosdoshme që ne të përdorim mishin gjatë gatimit të tij. E ka dhe informacionin e përgjithshëm brapa kutisë. Po, të gjitha. Çfarë vlerash dhe si mund të përdoret. Ashtu si dhe ke orizi gold që ne kemi dhe receta të gatshme. Shumë bukur. Tani kemi hedhur deri tani mishin dhe qepën, no? Po. Do të hedhim dhe galinën, po unë do të hedh diçka të lëngshme që të më shkri galinën. Sigurisht, po. Do të hedh tani puren e domates. Kam vendosur domatet në ujë, kur valoj ujë hodha domatet, duke i vendosur një kryq në majtë të tyre. I kalova në ujë të ftohtë, se më duheshin të veproja shpejt, mbas mjafton 30 sekonda, dhe lëkura del vet, i griva në rende, që të kthej domate në pure. Tani mund ta hedh edhe pjesën e galinës dhe të dyja trazohen dhe shkrin së bashku këtu. Do t'i lëm pak që të zbutet qepa. Dhe në një kohë më të vonshme, unë do të hedh dhe bizelet përsëri, jo më falë, do hedh pak salcë, pastaj bizelet. Tani këtu në këtë tigan, do të hedh përsëri vaj. 3 lugë vaj ulliri, mbasi një lugë do ta hedh në fund fare, mbasi të gatuaj, çfarë? Kemi thënë që perimet nuk duhet i largojmë nga tavolina të gatuara, aty ku nuk gatuhen, siç janë kastraveci, domatja që hahet, domatja edhe gatuhet dhe zgatuhet, hahet e freskët. Gjithashtu dhe karota. Edhe kungulli, po kungullin unë do ta kaloj pak, edhe karotën së bashku në sanë 5-6 minuta. Sa të kurren pak, të zbuten, me 3 lugë vaj ulliri. Dhe ashtu si ne hamat recetën ndonjëherë që quhet xaxiç, nuk është shqipe, është greqisht. Ndoshta dhe receta, patjetër që dhe receta është me origjinë greke, po, unë do bëj një kështu xaxiç shqiptarçe. Duke e kombinuar, njësoj duke. Po, mjafton të keni kos lufra, kosin do ta kulloni një çik, po unë zgjodha salcën e kosit lufra, do të kombinoj me pak hudhër, me vaj ulliri, me shumë pak kopër dhe kungull dhe karota. I kam prur sot, do t'i sel shumë pak të gatuara dhe do t'i bëj në trajtën e një salce, njësoj si që konsumojmë. Këtë salcën mund t'a ruajmë në frigorifer dhe të përdoret çdo ditë nga pak? Jo për shumë ditë. Për 2-3 ditë. Për 2 ditë, po.
Po, sigurisht. ambisat. Po. E serviri në drek. Është një salcë që juve, jo vetëm kaq, po edhe një copë buk, nëse fëmit nuk na i hanë ne perimet, është një formë për t'ja u dhënë atyre, por dhe është një aperitiv që neve mund t'a vendosim në tavolinë dhe mund të shoqërojmë gatime të ndryshme siç kam zgjedhur unë sot gatimin e sotshëm. Pra vetëm pak t'i kalojmë në temperaturë, kungullin edhe karotën. Këto sigurisht, nëse këtu kishim alternativë që mund të gatuanim dhe me vaj flora, këto t'i kalojmë qik në vaj ulliri, për arsye se dhe salatat që i bëjmë me vaj ulliri. Po hudhra do t'i presim në copëzat të vogla, apo do t'a shtypim hudhra. Do t'i shtypim. Ja, këtu së bashku, nuk ka asnjë problem. I vendosim kapakun, vetëm nuk duhet që t'i gatuajmë shumë, aq sa të na thahen, e jo më të na ciknosen. Tani hedhim përsëri sy'n të këtej. Ja, kemi arritur atje ku dëshironim, të gjitha mishi, qepa, domatja po thuaj se u kthye si në salcë këtu, ka mbetur vetëm yndyra, do të hedh pak salcë. Salcë pelargos, i jep trajtën e një kremi, mbasi desha dhe ta theksoj që bizelet nuk bëhen shumë të lëngshme si gjellë të tjera, si këthejmë në supë. Nëse do t'i bëjmë gjellë, nuk mund të them që nuk mund të vendosim me bizelet, edhe patate, edhe karrota, dhe shumë përbërës të tjerë, për t'i dhënë shije, por unë thash e kam prur në mënyrën më të thjeshtë. Ja këtu tani, do të hedhim dhe bizelet. Tu është hudhra e shtypur. Okej. Faleminderit, Niki. Jo të gjitha ambisat, nënat, e kanë këtë luks të kenë nga një vajzë që tu ndihmoj, se vajzat sa ka nënat në shtëpi bëjnë pak qef, në mënyrën që përgdhelen një qik. Vajzat që po të dëgjojnë tani zonja Vjosa? Më marrin i natë. Jo të marrin i natë, po jo, po në ndihmojnë. Jo, do thonë kështu që edhe Niki, kur është në shtëpi me mamin, kështu bën, të njëjtën gjë. Edhe ti Vjosa me vajzën tënde kështu ke vepruar. Po kam bërë gabim. Po për shembull të ka ndihmuar ndonjëri Rida, kur keni qenë bashkë në shtëpi për të gatuar. Ke gjellët? Të kesh ty në shtëpi, nuk besoj se i futuar asnjëri. Asnjëherë. Po mirë se vetëm mëson, paktën me një shikim mëson. Tani kam mësuar për bukuri, tani kam mësuar. Kam mësuar dhe nga vjera, se i ridës i gatuan dhe vjera shumë mirë. I ka rënë horoskopi mirë. E di që më pëlqenë më shumë kështu gjella me bizele pa përzierjet e tjera? Ashu, a? Pa karotë patate që e përdorim, e merë më mirë vlerat ushqimore që ka. Po sigurisht, po ndonjëherë edhe na pëlqen që ta bëjmë si turli me bizele, me patate, me karota, me kungull, me të gjitha shkon. Ja, dhe pak do këtu, tani është momenti që ose duhet ullim temperaturën, Niki, ose duhet i rrim ke koka. Se ndryshe, na fillon e na digjen perimet. Unë zgjodha këtë variantin tjetër, për arsye se të gjitha këto duhet të ftohen para se unë t'i vendos në salcën e kosit. Tani e shohim gjellën këtu. E trazuam dhe me bizelet dhe nuk ka shumë ujë. Tani duhet të zjej dhe bizelja, duhet të zjej dhe mishi. Prandaj Niki një gotë me ujë të ngrohtë. Dhe në fund fare na mbeten vetëm ara moskat, pak kopër dhe piper të zi, që do t'ja hedhim në një kohë 5 minuta para se t'i nxjerrim nga zjarri. Tani asnjëherë unë nuk e di ambisat, nuk është nevoja fare që unë të hedh një gotë të plotë. Jo, që nga nevoja, kaq lash. Duhet të ri niveli ujit baras me nivelin e mishit edhe të bizeles. Dhe her pas here, po, temperaturën unë tani kam të lartë, do t'a ullë, që ato të zjejnë avash dhe të bëhen të shishme, dhe kur zjejnë avash dhe lëngu i bizeles i gatimit, i recetës, fillon e trashet. Nëse ne do t'a zjejmë shumë shpejt, atëhere do të zjejmë vërtet, po do të ndahet lëngu nga
nga gjithë perimet e tjera. Gjithse unë avisave i kam thënë, nëse ndodh një aksident i tillë pa dashje, është ajo, ai sekreti me një lugë kafeje, miell, që zakonisht edhe e hedhin direkt këtu kur skuqin qepën, por unë nuk e aplikoj. Do jetë një rast shumë i rrallë, unë e dua pa miell. Nuk e dua kështu si që është. Okej. Mirë, është fiks momenti që ne të shkëputemi pak për publicitetin e radhës dhe të rikthehemi për t'i përfunduar besoj të dyja recetat. Publicitet. Jemi rikthyer me dyja recetat paralelisht që po përgatit zonja Vjollca, bizelet me mish edhe tzatziki. Tzatziki me perime. Me perime. Po, e thash kështu shkurt, fare. Salcë me perime. Salcë me perime, po. Nuk e kam huazuar nga grekët këtë, kështu që... Këtë recet, po jo se besoj të jetë originale fix kjo recet e tzatziki që njifet. Mirë, përsa i është me kastravec edhe me hudra. E pra. Ndëgjo, këtu tani kam hedhur vetëm pak krip, pra ka 3 lugë vaj ulliri, ka 2 karrota, ka 2 kunguj të grirë në rende, dhe 3 lugë vaj ulliri që i kam trazuar derisa ato kanë filluar të tkuren. Do t'i heq, po pa tjetër, dhe do t'i lë të ftohet. Ndërkohë, bëj gati pjesën e salcës. Marim një tas. Po. Hudrat i kemi shtypur. Dhe do të hedhim në tas 300 gram, jo komplet. 300, varet edhe se sa e shikon ambisat. Kjo pakoja që blem në market është 450 gram, apo jo? Po, ja, i lëm një qik. Më shumë se gjysë më ndërani. Ja, i kemi lëm një qik. Unë do t'a shoh që po më desh edhe këtë e hes. Po, pa tjetër. Se më varet... Përdorim një ditë tjetër, skadenca do shumë. Tani mua, unë djem shumë keq, kur i them ambisave që 350 gram. Dhe them 2 kunguj. Ato 2 kungujt mund t'jenë edhe kaq, mund t'jenë dhe kaq. Kështu që... Për afërsi. E shojmë vetë ambisat. Për afërsisht, ju, se është plus minus 50 gram, ambisat besoj se më kuptojnë, dhe të shohin me sy se kanë gatuar dhe herë të tjera. E lëm këto më njanë, dhe do të hedhim këtu pak krip. Do të hedhim hudrën. Ja, këto që bëhet të zonja Vjollca, pak vaj ulliri në një dressing nga ato tuat, edhe bëhet një salat e mirë. Po, pse jo. I heqim dhe hudrat, e shtypura. Dhe do të trazojmë tani, jo me lugë dhe me pirun, po do të trazojmë me një rrahës vezësh. Do të hedhë shumë pak ujë, po jo ujë të ngrohtë, ujë të ftohtë. Të hudrave s'ka do një gjë. Shumë pak, se me lugë gjelle mund të marrë 1 ose 2 lugë, jo shumë. Mija. Këtë thjeshta për ta mund të hedhni dhe qumësh, po me ujë, shumë mirë është edhe ujë. Ja, derisa salca të marrë një trajt kremoze, e trazoj. A kemi hedhur vetëm hudrat? Po, kam hedhur edhe kripën. Edhe kripa, po. Ja, hudrat, janë pjesë e hudrave kjo që rikështu, dhe marinohen. Pra, unë i hodha 1 lugë ujë, nëse ta kisha hedhur komplet, që po i vivërdal ta hedhe të pjesën tjetër. Të marrë edhe një pjesë tjetër. Po mirë, dhe mjaftueshëm perime kemi, kështu që më mirë e përdorim gjithë pakon dhe shojmë në fund pastaj si do... Çfarë t'u themi ambisave, pra ishtë përdoret e gjitha apo jo? Jo, po kjo salca është shumë e mirë. E kosit e lufrës, ta bën me sy unë. Unë edhe fetën e bukës në njerë e lyej, po. Ja, tani është fix fare, pra një luguj, nëse keni masë më të madhe, në qoftë se do kishit komplet tasin, mund të mernit edhe 2 lugë. Tani lëm këto gati, dhe në momenti që do të naftohen perimet, do t'i trazojmë së bashku. Do t'i servirim në një pjatans, duke i spërkatur me një qik vaj ulliri, mbasi vajnë e ullirit e kanë këta brënda, dhe me pak kopër, mbasi me kopër shkon shumë edhe kungulli, por edhe bylmeti salca e kosit.
Mirë, do doja t'i lexoja përbërës, sepse përbërësit e recetës tjetër, që është duke përfunduar zonja Vjosa, këto janë karota, kungull, salskosi, udhra, koperi dhe vajulliri. Do të përmend përbërësit e recetës së parë, bizele me mish, me qënë se e kemi drejt fundit, e kemi mbi sopë për të marrë atë temperaturën dhe minutat e duhura. Janë këto përbërës, 500 gram bizele, 300 gram mish viçi, 4 ose 5 qep të njoma, 1-2 kokra domate, 1 lugë gjelle salcë domateje, 1 tuf koper, 4 lugë gjelle vajulliri, krip, piper i zi dhe arë moskat. Këto ishin përbërësit, këta ishin përbërësit e recetës son të parë, po lexoja që parë zonja Vjosa që me qëse ne kemi 500 gram bizele, masa në një tabel shkruese për sasinë e bizeleve, në 100 gram bizele ne marrim 5.1 gram fibra. Unë e di që janë dhe të pasura shumë e vitamina A, dhe vitamina A për lëkurën të bën shumë. Shumë e mirë, po t'jep energji, kanë vitaminën K, bizelet për gjithë ata që nuk e din, ndihmojnë shumë në sistemin imunitar, të ngopin, nuk ndjen uri mes vakteve ose pasi ke konsumuar bizelet dhe sigurisht ndihmojnë në aparatin tretës për kockat, pra kanë shumë vlera në përdorimin e tyre, edhe pse mund të duken këto kokrat e vogla, janë çuditbërëse. Janë çuditbërëse. Mund të janë edhe pa bukë. Që ti konsumojmë shpeshherë edhe në për sallata. Po patjetër. I kemi përdorur këtu në Villa 24, po i kemi përdorur në kuzhinën tonë me sallata të ndryshme, pa i zier fare. Por i kemi përdorur edhe në tava të ndryshme, po kemi bërë edhe tart të kripur me bizele dhe perime të tjera, kështu që sot erdhi rradha për të përdorur një tjetër recetë. Përsëri javës tjetër do t'i përdorim, por në një formë tjetër, mbasi unë kur jam në këtë javë, shoh për recetat e javës tjetër. Do më thonë, imagjino për nesër e për pas nesër i kem mbyllur, po që... Sigurisht, nesër i mbyll Anvisa që vjen këtu. Nesër vjen Anvisa, po e kam fjalën që një ditë më pas, kur jemi në Villa 24. Një javë përpara unë mendoj për... Po. Nesër është e njëjtë, sigurisht që Anvisat do t'jenë një nga Anvisat që ka telefonuar dhe që është bërë pjesë e Vilës tonë do t'jetë këtu tek ne për të gatuar. Do t'a zbulojmë sigurisht nesër se cila është ajo nga vjen, çfarë pasioni ka dhe çfarë receta do të na gatuaj, që është pjesa më kurioztare e Anvisave të tjera dhe e ne apo jo në të dyjave. Është momenti që ne do të shkëputemi sërish për të takuar në pjesën e dytë për të servirur recetat dhe për të përfunduar gjithçka ka menduar zonja Vjosa për të gjitha Anvisat. Në ndiqni ka publicitet. Jemi rikthyer në pjesën e dytë të gatimit, kemi bërë përbërësit gati për të sjell tek ju një tjetër recetë pas dy recetave që besoj se kanë përfunduar dhe zonja Vjosa do të na i servir, por në këtë recetë ju garantoj se do të freskohemi me akullore. Zonja Vjosa do të na gatuaj sot akullore me bajame. Po, ta gatuj unë akulloren, po edhe një pikuj këtu, se na digjet gjella. Ja. Na falni, po. Unë sa po e pash, e çudi pra temperaturën e kam ulur. Asnjë gjë nuk ka ndodhur, se zonja Vjosa e... Absolutisht, ja. Drejt me kamerën, ta shikoj kamera. Këtu nuk është djegur asgjë, vetëm se komplet uji është asimiluar nga bizelet dhe nga mishi. Tani nuk e mori vesh që po të bëja kështu që s'ka gjë, mos fol. Jo. Bizele me mish ishte receta e parë që ka përgatitur zonja Vjosa. Gjithë marifeti është që unë nuk e dua shumë të lëngshme. Ja, këtu e kam ulur tani temperaturën dhe e kam shumë mirë. Ta mbaroj dhe këtë pjesën tjetër, pastaj të fillojmë aty. Montojmë edhe salcën me perime. Këtu tani perimet janë ftohur dhe i trazojmë të gjitha së bashku. Ndërkohë edhe marinohen me njëra tjetrën. Pra Anvisat që sapo e hapun ekranin, këtu zonja Vjosa ka hedhur salckosi. Po, salckosi me hudhra, me 2-3 thelpi hudhra, me një lugë ujë dhe i trazojmë të gjitha së bashku me kujdes nga lart poshtë, derisa këtu do të bëhet një masë kremoze dhe përsëri, mbasi ne të hedhim perimet, përsëri këtu masa nuk bëhet një masë e lëngshme, por një masë e plotë dhe shumë me shishme. Më kujton ato salcat që Anvisat dikur i bënin për vitin e ri, bashkë me sallatën ruse, në të gjitha ato tasat e vegjël, ku përgatiteshin salca të ndryshme, ishte dhe midis të tjerave me kastravec, salckosi me kastravec dhe me hudhra. Po provoj një këtë ti dhe pastaj do t'i ndahesh më kësaj. Kështu që është një mënyrë për të konsumuar perime sa më shumë
sa më shumë, basi ato janë të freskëta dhe shumë të shishme. E vërtet. Dhe trupi ynë ka nevojë për to. Tani, do të bëjmë një akullore. Akullore, pa dy bek, thuhej atje ku unë e mora këtë recet, do të thotë që akullore, pa u rrahur në elektrik apo në një mas tjetër. Mjafton që të keni një rase vezësh dore dhe një rase vezësh të zakonshme që ne kemi elektrike. Unë e zgjodha ta bëj me bajame të pjekura, por ju mund ta bëni si të dëshironi ju, në çfarë mënyre. Po shife këndi me raj ka plot. Po sigurisht, atë e mora dhe unë, po më duke i pak kohë, derisa i futa në ujë të baluar, u hoqa lëkurën. Nëse ta bëja këtë punë direkt, atëherë nuk do të kisha kohë. Do bëja vetëm një recet. Do më duhej komplet dita. Nga 1 me 3 jemi më mirë kështu. Por për të prur sa më shumë për para jush, atëherë unë mendova që është një punë që unë e kam përgatitur dhe e kam dhënë një herë direkt, s'është nevoja që ta përsëris disa herë. Atëherë bajamet, për të hequr lëkurën, mund të ndihmosh, mund të hash një 2-3 copë. Po, unë i kam marrë një 3 deri tani. Ashtu, që bëjmë të cupat e reja. Ja shumë të shishme, bajamet e pjekura. I vendosa në ujë të baluar për 5 minuta dhe me një herë lëkura del shumë shpejt. Pastaj, i kalova një qik, mund t'i vendosim në furrë, me 180 gradë, 150 gradë, por dhe në një tigan. Mbasi ato u poqën, u zverdhen, do t'i vendos në një mikser dhe do t'i kthej, do t'i grimcoj, jo deri në miell, po me kokriza i qik më të mdaja. T'jenë pak të dukshme, kokrizat. Do të marrë pana, ëmbëlsire. Për të bërë 2 vasketa, 1 kilogramshe, aq 7-800 gramshe ndoshta, duhet gjysma. Për të bërë 2, siç unë kam bërë, një e kam para përgatitur, më parë e kam vendosur në frigorifer, që ta servir, dhe e kam ndarë 500 gramshin në 2 pjesë. Do me thënë gjithsej duhet 500 ml pana ëmbëlsire, duhet një kuti qumësh i kondensuar. Një lupë shtaj edhe? Ja, më jep këtë të voglën. Dhe shija që do t'i jepni ju, nëse e dëshironi ta bëni me shije vanilje, si që juve shkoni në treg dhe i shikoni vanilje, kiwi, XY, që janë ato shije të ndryshme, mjafton që ju të merrni liker në atë shije që kërkoni. Nëse doni shije me bajame, do merrni Disaronno, është pije sa, jo një shishe, nëse ju i keni shishet në shtëpi është tjetër gjë, mund të merrni një teke, sa që blihet. 50 ml. Mas të tillë. Dhe pa tjetër që duhet të hidhni dhe pak krip. Nuk do të përdorim sheqer, që ta neutralizoj. E ke vënë re që ha kullore dhe velitesh, nëse i hedh pak krip. Do mos qumësh i kondensuar që është shumë i Po, atëherë shija do t'jetë e ëmbël, por nuk do të vrasin në shije. Këtu do të hedh dhe pijen, dhe do t'i trazoj së bashku me një rase dore. Derisa këtu të bëhet një gjendje e lëngshme, por kremoze. Do të thoni ju çka ka këtu? Unë këtu kam reçel lule shtrydhe. Për arsye se mund të kombinoj për fëmijët e vegjël. Mund mos ta bëj akulloren me bajame, se mund të jenë shumë të vegjël dhe pale e konsumojnë dot, por kam marrë dhe disa kështu. Sa të bukura këto? Po, për t'i mbushur për fëmijët. Pra si që shikoni, qumshi i kutisi themi ne shqiptarët, tani u ersua pak në ngjyrë dhe u bë pak krem më i hollë, ishte një gjendje më të ngurtë. E heqim dhe kripën se nuk na duhet më. Dhe tani do të rrahim, do të kalojmë në gjendje të ngurtë. Bajame do të mi hedhësh edhe në një tas, po do t'i grim edhe një qikë, se më duket se ka ca copza. Prit asho? Ja hedhi një su, se i kam vëtë 2 apriza. Po, duhen ngrir akoma. Edhe një qikë më shumë. Ndërkohë, mirë është që edhe tasi, edhe pana e ëmbëlsirës të jenë të ftohta në frigorifer, që të bëhet një mas e ngurtë, të realizohet sa më mirë.
Tani, kjo, ju nuk do të mërziteni, do pak kohë. Ndërkohë mund të bësh edhe atë. Po. Moment zhurme? Mjaft. Që ti hedhë ta. Shumë mirë. Hedhë një pas dhe në fund fare, ja, si që shikoni, filloj të trashet masa, të bëhet më kremoze dhe për 2-3 minuta do të jetë në një gjendje akoma më të ngurtë. Do të bëni përpara enët. Mund të realizohet duke i vendosur brenda dhe fruta të fata, por do të blien fruta të sheqerosura në dyqanet e frutave të fata dhe mund t'i vendosni fruta të fata. Çfarë shije të dëshironi ju? Mund të vendosni lëkur limoni nëse doni me shije limoni, edhe shtrydhni pak limon në të. Pra nuk është akullore që mund ta bëni të freskët në shtëpi, ta vendosni në frigorifer. Ne këtu kemi plur dhe akullore me bira koqe. Unë do të dhja këto për shembull, nga Merai, sepse ka të gjitha janë të mrekullueshme. Kështu që edhe nëse ambisat e preferojnë të kombinim të tillë me lloj-lloj frutash të fata, me bajame, boronicë, me rusht të fat, titirik, të gjitha. Ja, tani si që shikoni, e gjithë masa u kthye në një gjendje të kremoze dhe të ngurtë. Përfundoj. Vetëm këtë nuk mund ta bëja paraprakisht sepse duhet të jetë sa më e freskët. Tani do të marrim jo këtë ta hedhim tek pana. Do të marrim panën dhe do ta hedhim gradualisht tek qumshti i kutisë. E largojmë këtu edhe dyja recetat kanë përfunduar, thjesht do t'i servirim pas pak. Merr një lugë nga ato të tjerat dhe ma hidh lugë këtu duke e trazuar derisa mos jetë kështu kokra, por të jetë në trajtën kremoze. Lugë të madhe. Po, një lugë të madhe edhe një çik prit, një çik derisa të bëhet mirë kjo pjesa këtu. Nuk duhet të ketë fare kokrizë. Madje bëhet një akullore kremoze, bëhet një akullore shumë e mirë. Ja, i hoqëm të gjitha kokrizat. Tani mbushim çik më shumë, s'ka problem, ne ke ja. Marrë dhe një lugë tjetër që ta hesh. Ja. Bie? Bie. Po, si të duash edhe. Tani fillojmë përsëri nga lart poshtë. Edhe akullorja me bira korça që bëri këtu një kuzhinier doli shkëlqyeshme. Ja, shikon? Janë të ndryshme recetat edhe për akullore sigurisht. Po siç ne shkojmë në dyqan, thash edhe shime një herë, me shije të ndryshme. Kjo është. Për 5 minuta ju akulloren e keni të freskët dhe në çdo orë të ditës do ta vendosni në frigorifer. Sigurisht nuk do ta konsumoni para 7-8 orëve. Duhet të ri që të marri formën e vet dhe ja. Vazhdojmë Niki? Pra kjo sasi masë që do të përgatisim do të jetë 8 orë në frigorifer, më pas do konsumohet. Më pas do konsumohet dhe pastaj e ke për 2-3 ditë për një javë mund ta lësh frigorifer. Po unë kam marrë se t'ja bëjmë ne këtu tani. Pse? Për ta serviru. Po e kam marrë masat para thash. E ke bërë një tjetër. Po e kam bërë një tjetër, po e kam bërë. Ja. Në rregull. Tani vazhdojmë qetësisht, pa problem. Mos ke merak. E kam bërë që dje para se ti kisha nga puna. Dhe kanë ndihur shumë orë. Po, është fiks, ka plotësuar atë. Vazhdo, Niki. Sasinë që i duhet. Vazhdo. Ja. Nuk ka as vezë, nuk ka as yndyrë, përveç yndyrës së panës, dhe sheqer përveç sheqerit të që kishte vetë qumshi i kutisë. Ja. Akullorja përfundoi. Tani, nuk do ta... Tani mund të luaj përsëri me shije, në? Këtu e kam me shije, edhe pia që unë kam përdorur Dizerano është me shijen e bajameve, por mund të bëhet thjesht edhe me
sheqer me kështu vanilje, edhe me sheqer të djegur, një luk të vogël do desha. Po. Ja. Mund të vendosim në xhep pastiqerie dhe i vendosim po unë për shpejtësi. Ato do të ngrinë aty dhe të dalim bashkë me këtë pjesën e... Iqi që këto, iqi. Mbushë njerë këto, pastaj i vendosim. Ja. Shkoj, si që shikon, shkoj deri në fund. Këto zhurma i bëjmë dhe në shtëpi. Kështu që këtu zëre se jemi në familjen tonë. Ja. Dhe nuk konsumojnë shumë fëmijët, shiko, 3 lugë kafeje janë gjithsej, por duket sikur ka shumë. Mbasi është fysheku i tillë. Ja. Me këtë rast është një sasi e madhe kjo për gjithë familjen. Dhe është dhe ajo kënaqësia që i ke gatuar vetë akulloret, kushte shtëpie. Patjetër, i vendosim dhe këto. Ja. Tani, marim një basket, një... Të kalojmë tek familja tani. Po, mund t'jetë një kuti kauçuku me kapak, mund t'jetë kjo tava që ne përdorim edhe për kek, ku ma qove atë spatulën. Këtu e kam. I hedhim tani dhe bajamet, mbasi thash për fëmijët, e lëm një çik fare këtu për ta serviruar atë pjesën tjetër. Ja. Kur hidhen bajamet fillon bëhet pak më e derdhur. Mbasi mua për vetëm pëlqen shumë shija me bajame dhe bëra atë që më pëlqente mua, nuk e di ty Niki edhe çunave, a ju pëlqen kjo shije. Tani hedhim të gjithë masën në këtë tepsi. I vëm një letër celofani dhe i vendosim në frigorifer, ashtu siç thash unë. Ja vlen në fakt, ja vlen anvisat, besoj se janë dakord me mua, që kjo recet akulloreje ishte më se e thjeshtë. Shumë e thjeshtë për 5 minuta. Mund ta gatisni në shtëpitë tuaja. Për 5 minuta. Kemi një luk tjetër. Ja. I largojmë. Pra nëse anvisa do të vinë në dyqanin e Vila 24 do të kërkojnë akullore, do të themi kemi përgatitur akullore me bajame. Po, dhe që ne kemi përgatitur vërtet. Dhe me reçel lule shtrydheje. Por reçelin ku do t'ja hedhim? Apo e kemi dhënë si alternativë për t'ja hedhim? Jo, si alternativë, po reçelin mund t'a hedhim edhe këtu tani. Edhe gjatë kohës që e servirim, Po. Edhe gjatë kohës që serviret, edhe gjatë kohës para se të vendoset sigurisht në frigorifer. Ja. Është pak më i ngurtë. Mund të hedhim reçel, po mund të hedhim edhe sheqer, krem karamel të përgatitur vetë, siç kam përgatitur njerë këtu në emision, por i ndryshojmë shijen, unë po e vë këtë thjesht për kënaqësi, sepse vërtet akulloria shkon një çik me po, mund ta përdorësh me kakao, me çokoladë, me çfarë të dëshironi ju, aty ndaleni, i jepni shijen ke momenti që ne do të përdorim atë likerin, aromë dhe ashtu mund të plotësojmë dhe pjesë të tjerë, mund të hedhim copëza të vogla, çokoladë, nëse kemi me çokoladë. Ka pa mënyrash dhe idesh që mund të serviren. Tani, servirim çik këto që kemi bërë? Po, t'i jap pjatat. Kjo besoj se duhet të jetë pjata e salcës. Tani, na del këtu apo këtu? Nëse ta hedhim të gjithën këtu, nëse do hedhim një mas. Aty. Në pjatë, po e hedhim në pjatë për bashkët. Po.
Dhe ne jemi pothuajse drejt fundit të programit gatimit. Janë 3 receta që na solli sot zonja Vjolca. Mishi me bizele, është kjo salca e kosit me perime dhe akullore me bajame. Në menu kemi të shënuar përbërësit e akullore, sepse përbërësit e bizeleve i kemi lexuar në pjesën e parë, sigurisht që është shpjeguar receta në total. Po i lëm të gjitha këtu dhe më pas i vendosim në frigorifer. 8 qik fare vaj ulliri, shumë pak. Do t'ja hedh me luk tani, se vërtet unë e pëlqej shumë, po ma prisha të pjesën e dekorit. Ma sill një luk të madhe? Ja. Një nga këto mezet shoqëruese shumë e këndshme. Meze, quaj si të duash. Ja. Ndërkohë, akullore me bajame, për të fituar pak kohë, do doja t'i lexoja përbërësit shpejt e shpejt derisa të përfundojmë me servirjen. Ishin këto përbërës për përgatitjen e akullores, një kuti qumë të kondestuar, 500 ml pana ëmbëlsire, 100 gram bajame të pjekura, 50 ml liker dhe pak krip. Këta ishin përbërësit të cilët bashkuan në njëra tjetrën dhe formuan këtë masë të akullores që kemi vendosur tashmë në këtë tepsi, të vogël. Atëhere, tek gatimi, që unë kam përgatitur, do të hedh një lug gjelle kopër. Tek bizelet, Po, tek bizelet. Kemi dhe arrën muskat, që nuk e kemi hedhur, edhe pak piper të zi. E kam bluar, e kam bërë gati. Ja. I hedhim dhe këtu. Cilën pjatë do përdorim për bizelet? Atë. Shumë pak. Dhe pak piper të zi. I largojmë tani të gjitha, Nike? Pa. Ja, bizelit nuk ka pasur fare nevojë që ne t'i hedhim miell për arsye se janë goditur siç duhet. Është momenti fundit, momenti për të servirur pjatën kryesore, bizelet në mish të gatitura dhe tashmë kanë përfunduar të lumshinduar për të treja këto receta që na ke sjell. Jo, do servirin dhe akulloren. Servirim vetëm pjesën që gatitëm, tani akulloren ku e kemi? Në frigorifer e kemi. Thash se e mbylle Niki. Jo, nuk do e mbylle. Më dolën djerë se t'u bëra për 2 gota ujë fab, jo për 1. Ja, kjo është akulloria që ka ngri, ka ndenjur shumë orë në frigorifer. Shta që ftoht. Po, në qik ujë dua, që të vendos pak. Të lugën. Tani, duhet të lëshohesh një qik kjo, po? Ta këshim gjithë vetëm 5 minuta për s'ka problem. Apo meret, kollaj. Do meret. Edhe akullore po servirim tashmë në vilën tonë, për të treguar se gjithçka mund të realizohet edhe në shtëpi. Po. Ja. Tani, besoj se kjo nuk është shumë e nxehtë që ta provosh. Nuk është shumë e ftohtë. Po pra nuk është e nxehtë që do të djegi. Është e ftohtë që mund ta konsumosh rehat. I hedhim përsëri dhe pak bajame të tjera, me qeshien e kemi me bajame. Mund të hedhësh dhe reçel, nëse e pëlqen me reçel. Me çfarë reçeli, mund të hedhësh çokoladë, çfarë të dëshiroj secili prej jush. Ja, Niki, kjo është e tëra jotja. Falenderoj shumë. Të lumshinduar zonja Vjolca. Urdhron, e pat ju të gjithë? Ja, e shohim mirë tek kamera. Vetëm kaq që mund të shifet. Sepse do ta nisim ditën me kaq ushqime të shijshme dhe kemi mësuar 3 lloj recetash sot nga zonja Vjolca. Unë pa e provuar nuk mund të ndahem me anvisat për t'ju dhënë përshtypjet e tyre.
Mendova se do ishte shumë e ftohtë, zota haja do më pieshe goja, po qenë ka shumë e mirë. Të lumshin duar. Po pse kolorja së shumë e ftohtë? Jo, është shumë e ftohtë, po kjo është e paparë me bajame është zgjidhja më e mirë që ke menduar. A dominon aroma e bajames? Dominon aroma, dominon gjithë komplet shija që i ke vënë. Po më duket sikur s'po të pëlqen fare. Është mjafton ta shohësh ta kullore dhe duket që ka bërë zonja Vjollca, se që të bindet publiku që kjo është e shishme. Po? Unë zakonisht nuk ha shumë akullore, një lugë maksimumi, po kam përshtypjen se deri në fund të programit e kam përfunduar të gjithën. Po, shumë mirë. Ndro lugën jepja Denisit. Aty do duket se sa e mirë është bërë. Nëse e mbaroj të gjithën, po kam përshtypjen se do mbaroj shumë shpejt. Tani që luga është e pastër. Mund ta provoj dhe unë një çik. Patjetër. Se sikur dyshova, po ti në me qup nuk e hake akulloret, unë vdes për akulloret. Unë i haj dhe i shijoj, po pak, nuk e teproj shumë. Shumë e mirë. Akullore dhe uj fap. Tani me këto do merremi, të dyja me zonjë Vjollca. Ja, po ke ujin tën. Do ta mbushim dhe një gotë për ty bashkë me akullore dhe me reçelin e lule shtryres. Dhe me publikun, me anvisat tona do të përshëndetemi për këtë pjesë gatimi. Kemi përfunduar të treja receta, sigurisht i lexoni në balkanu.com me gjithë detajet përkatëse dhe mënyrën e përgatitjes së tyre, montimit, përbërësit përkatës dhe se si ato mund të realizohen në shtëpitë tuaja. Janë shumë të thjeshta, me përbërës të thjesht dhe të leverdisshëm. Sikundurisht edhe akullora se mendoja se kush isa përbërës do na duheshin, po ishte shumë pak. Absolutisht jo. Sikundur i lexova në menu. Shumë pak përbërës, shumë pak kohë. Shumë pak kohë, e vërtet është. Vetëm pak më shumë enë, se kohë dhe përbërës ishin. Kjo është pjesa që ka vujt Niki, duke i hequr, duke i vë. Jo, absolutisht, është kënaqësi. Ne do të shkëputemi nga ky moment, nesër në orën 9 me zonjë Vjollca dhe me anvisën e radhës do takojmë sigurisht këtu në këndin e kuzhinës, ndërsa së bashku do takojmë në pjesën e tretë me të ftuarit dhe panelin që kemi menduar për ditën e sotme. Na ndiqni, mirupafshim. Mirupafshim.